Orët luksoze. Arrestohet Mozik në aeroportin e Prishtinës. Reperi i njohur Mozik është arrestuar sonte në aeroportin e Prishtinës. Mozik është arrestuar nga policia doganore dhe është dërguar në mbajtje për 24 orë. Arsyeja e ndalimit lidhet me dyshimet e bazuara për prejardhjen e 2 orëve luksoze, që kapin vlerë të larta. Në rrjetet sociale ditën e sotme, ai ekspozoi një orë të markës së famshme Richard Mille, ku tha se i bëri vetes një dhuratë para ditëlindjes. Njëra nga orët të cilat i bleu reperi karakterizohet nga një kornizë transparente prej safiri kristali dhe një rip i bardhë elegant. Sipas raportimeve të bëra, çmimi i kësaj ore ka vlerën e rreth 1.5 milion eurove. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.